Çfarë ju shtyu juve për të futur në përputhjen? Megi gjithmonë na komplimenton, na thotë ishi shumë mirë sot për shembull mbas xhirimit. Tash Megi aq e mirë edhe live se është gjithandej. Stafin e përputhjen kam shumë respekt. Pa dashje jemi bërë meme. Kur ishim neve aty në studio të episodit i parë që thotë ky ne jemi ardhur. Po, e kam parë. Si e keni ju raportin me Aulonën dhe me Lajrin? Unë kam inspirim me Aulonën se ajo merret me palestër. Unë dua të bëjmë si ajo këtë. Po ka metoda kirurgjikale që mund të kontrollosh, që mund të marrësh për atë. Edhe patjetër mund të bësh një ditë si Aulona. Ditën e parë që doli si emision, po them të gjithë na shihnin na bërtis ditët në rrugë sikur çfarë ishte apo. Po. Ai është në përputhje momentalisht dhe punon te Volt. Ne do bënim çdo gjë thjesht të punonim me Megin. Ka sa veta që janë korni. I pari në listë Ibrahimi. Qasja e Ibrahimit për mua është shumë e gabuar. Se po të flasja ai edhe të riqetësia gjithë. I bëhet mishe me kokën. Aleksandra, Stelina, Marcela, Katerina, Pranvera dhe Ina. Më rëndisnin këto gocat nga më e shumtuara dhe më e bukura. Kesi ka qenë. Kesi duket si njeriu më i mirë aty me ne nga gjithë ato një. Ai e ka aftësinë që të marrë kontat e. Po, që mendoj që me Katerinën njëri për ju do ishte një çift shumë i lezetshëm. E po gjunaf se shumë e bulluzonit shkretën. Unë qesh. Dua një burrë që Përshëndetje dhe ja ku jemi edhe në këtë sezon të dytë. U bën disa muaj në fakt që nuk jemi parë dhe ne e nisëm zyrtarisht Zero Cap Podcast në këtë datën e sotme që i bie të jetë 17 tetor. Sot është e premte në fakt, është ditë kemi fundjavën përpara, kështu që ju këtë kohë angazhohuni pak që të shihni episodet e shkuara, të shikoni këto episode që dalin promo dhe të na bëni follow në rrjetet tona sociale dhe subscribe në YouTube. Në fakt kisha menduar të thoja shumë gjëra në këtë hapje për sezonin e dytë që po del, po nuk është se do ndalem shumë se nuk ka një nerva të dëgjoj, edhe më mirë të zbulojmë gjatë kohës. Di them që ka shumë ndryshime. Nuk do jemi me ajo tresha që kemi qenë sezonin e parë, do mjaftoni vetëm me mua këtë sezon, po s'ka problem se do kemi të ftuar shumë interesant, sikurse kemi edhe sot në këtë puntatën e parë. Ne kemi shumë plane për këtë sezon të dytë dhe jemi të bindur që me ndihmën tuaj do arrijmë ti prekim ato plane dhe më nga afër. Dhe them me ndihmën tuaj sepse duam gjatë kësaj kohe që të na shkruani, na sugjeroni apo vetë ju që keni një histori për të treguar, keni një pedagog që po ju nxin jetën apo thjesht doni të përshëndesni diçka, thjesht keni diçka brenda vetes që doni ta nxirrni jashtë, mund ta kontaktoni në rrjetet tona sociale që do t'i gjeni të afishuara edhe poshtë dhe mund bëni pjesë e këtij podcastit. Për një ditë Zero Cap Podcast mund të jetë podcasti juaj. Tani për të rikthyer te pjesa tjetër, për të ftuar të interesant që ne të kishim në këtë puntatë të parë, sot në fakt kam dy çuna që janë mosha jon, brezi jon, gjenerata Z. Njëri është 18, tjetri është 19. Tani që të gjithë e njohin përputhjen, e kemi parë si sezonet e kaluara si në këtë sezon, por risia më e veçantë e këtij sezoni kanë qenë pikërisht këto dy. Nuk po them se kanë ndonjë gjë krejt unike, ku ta diun që janë hamshor më të mëdhenj ose janë Don Juan të caktuar, po thjesht kanë një moshë që kur e konsideron për herë të parë në përputhjen, quhet pak tabu, kështu që Helios edhe Abi, mirë se erdhët në Zero Cap Podcast, po vitën më një thoya mirë se erdhët në përputhjen, po mirë që nuk e ngatrova edhe këtë. Si jeni një herë? Mirë, shumë mirë. Si është kjo koha kështu me xhirime gjithandej edhe unë, domethënë diet xhirime ju me përputhjen, sot xhirime prap këtu me ne. Kështu jeni okay, jeni mirë? Po, është një ndryshim për ne që jemi kështu sa të dalë në televizion me xhirime, është pak boom, kështu direkt me xhirime, po përshtatemi shumë mirë edhe. Po kënaq. Se dija në fillim fare se si funksiononte, ishte super zën fillim fare mezi po e merre vesh se ku isha, çapo bëja kështu me xhirimet, pastaj avash morën vesh. Po mirë, ju dukeni si tipa që nuk është se i bëni shumë overthink, nuk e mendoni shumë gjatë, që thjesht po shkoni me gjën. Po mirë, para se të futemi te këto pyetje për përputhjen dhe për intervistën, që momentalisht është gjë më evidente për ju të dy se sa të përputhjen ju njohëm, unë dua në fakt që të flasim pak edhe për ju dy para se të futeshit. Domethënë në përputhjen çfarë bëni, çfarë studioni, punë, domethënë si ishte jeta në përgjithësi në perspektivën tuaj e pastaj të futemi në detaje për tjera. Kështu që mund të nisni kush të dojë parë, prezantoni veten, llogaritni si intervistë pune. Atëherë un jam Helios Xhelo, jam 18 vjeç edhe kam qenë gjimnazist tek Gjimnazi Petroninit Loras aty në blok. Edhe jeta jon para se të ishte para se të shkonim te përputheni ishte thjesht shkonim në shtëpi, flinim gjumë, luanim në kompjuter me gjithë çunat, dilim pastaj në darkë edhe ishte thjesht on repeat derisa, do të thonë nisi shkolla, derisa u filluam përputhjen që kishim një ditë xhirime, 2 ditë xhirime në javë, 3 ditë ndonjëherë. Edhe do të thonë kemi qenë shumë ordinary si. Po shkollën për çfarë bën ti? Atëherë un kam nisur shkollë te Akademia e Sigurisë për specializim në polici. Edhe domethënë shpresojmë që aty të dalin në një gjë. Domethënë pas sa kohësh policia që mund shohim neve në jetën tonë të përditshme ka qenë një herë në përputhjen për gjithë dashurinë e jetës. Po ti Abi se ti e ke dhe histori shumë. Un jam sirian, me që din gjithë se kam thënë edhe kudo tani gjithmonë duken se njohin që nuk jam shqiptar.
Edhe nuk mbesojnë. Po nga thekse nuk dukesh se e flet shumë mirë Po se shqipen. shoqëria kam mësuar nga shkolla, se në fillim fare ishte vështirë, po. Për ja 2 vitet e para që kam qenë në Shqipëri, kam qenë klase 5 erdha unë, vitin e parë që kam qenë klase 5. Ishte vështirë, nuk di asnjë gjë, po pastaj me pyetjet fillova të pyesja çfarë më thën kjo, çfarë më thën kjo. Okej, në anglisht, edhe çik anglisht, më kuptoni gjithë shokët e klasës, zyshat, edhe i mora vesh pastaj Po sa vite ke këtu ti? Un kam 10 vite fik. Po mirë, bën sens që e flet kaq bukur se Po. ti nuk dallohesh nga e folura, Jo, nuk dallohem. Po, Nuk dallohem derisa ta them që unë jam Siria. Po. Edhe në fytyrë si prerë shqiptare ke, kështu që nuk bën diferencë. Nuk besojnë. Pastaj edhe kështu në gjimnazin e kemi bër bashkë, unë thjesht jam vit më i madh se sa Eliusi, kam qenë kur kam qenë unë vit 3, ka qenë ky vit 2, ne unë jafëm nga kur kam qenë unë vit 2, unë jafëm me Eliusin kur ka qenë ky vit i Ke parë. qenë shok që në gjimnaz domethënë. Po. Aha. Pastaj tani jam te Barleti për stomatologji. Po pra bukur te kjo te Barleti është se un po flisja me Abin telefon, se un jam vetë Barleti, edhe po i shkruaja, po i shoja një voice në lidhje me ditën e intervistës sot. Dhe dal në korridor, edhe siç isha duke i dërguar voice-in që isha duke folur, se kthej kokën dhe ishte Abi i ulur dhe them prit 2 sekonda. I çoj voice-in pa Abin dhe pastaj kthem u prit të bë muhabet. Ishte rastësi e lezetshme. Mirë tash, boll folëm për jetën para se nuk na intereson. Shumë nuk është shumë interesante. Je për stomatologji, ti je për polic, profil komplet tjetër nga televizioni nga përputhën. Tani, çfarë ju shtyu juve për të futur në përputhën dhe mos më thoni për të gjetur dashurinë e jetës se nuk e besoj, ose më bindni për këtë. As vetë tonë s'do besoni, po ta thonim tek përputhën në fillim ishte një eksperiencë që jo vetëm ne të dy, po pothuajse asnjë adoleshent, asnjë djalë i ri si puna jon nuk e kishte ndërmarr kurrë. Domethënë ishte komplet një eksperiencë e re, si për ne dhe si për gjithë shokët tanë, çdo njeri që njohim që ishin mosha jon me eksperiencat tona. Edhe për ato që po e shohin përputhjen ka qenë një gjë 3 që të shohin neve ne dy aty, çfarë duke bër këto 19 vjeç aty nuk Po, se të shoh me këtë syrin e Kalamanit, që është shumë i vogël. Pikërisht, domethënë përputheni ishte një eksperiencë komplet ndryshe nga çfarë do eksperjenconim ne gjithë jetës tonë. Kjo ishte një shtys. Një shtys tjetër ishte që ne domethënë na thanë që shiko, ju jeni domethënë jeni personazhe, jeni karaktera që jeni shumë gallat. Jeni funny, jeni të rinj, dallohet rinia juaj, dallohet your youth, e ke parasysh, edhe mund sillni një lloj dinamike të re në përputhjen që nuk ka qenë ndonjëherë. Jo, po si u bët pjesë e audicionit, domethënë aplikuat vet, ju ftuan, si u gjendën ato pozita? Unë në fillim fare kisha takuar Megin një herë te puna ime që punoja më përpara, punoja te Dogu, po i di restorantin aty. Po, e kam parasysh. Po. Se e ndjeki Megin më parë. Edhe ajo erdhi një herë aty, edhe unë në fillim fare kisha shumë turp se desha të kapë, thjesht desha një foto me Megin. Thash Megi është, hajde të themi një foto, po kisha shumë turp, pastaj i thashun pronarit Dogut që a mund të i thush ti që të vi pasaj unë, se s'desha dilja dhe thoja mund t'kapin foto. Pasaj më tha hajt dil, se tha Megi okej. Dola unë bëra qik Muhammed me Megin, këshu, edhe pasaj kapën foto dhe bërë Muhammed, edhe kash mbaroj, nuk kishim do një gjë, dhe kjo Muhammed i ka një vit, më duket. Paka shumë një vit. Pastaj nga vera, i shkujta Megit unë. Ti kishe numrin e telefonit me Megit? Jo, i shkujta Instagram. S'kisha Abi kishte fatin që Megi kishte follow Abin. Që para përputhen. Po. Do me thënë, unë e kisha follow Megit, edhe thjesht i shkujta unë dollar isha requesta. Do me thënë ajo të ktheu mesazhin. Po, më ktheu më mbajti mend nga Dogu, nga atëherë. I bëm bashkë një super paragraf, ishim bëm që shiko ne jemi ky. Se unë desha punë, po kërkoja për punë. Edhe do ta gjete Megi punën. Amin, nuk do ishte gjë e keqe se kush e di unë në fillim i thash ti që shiko se Megi ka gjithë ato njohje, mund të thusi like something që është really good, për shembull mund të jesh kameraman diku ndihmës në fillim, ose ndonjë asistent i Megit, për shembull personisht, ajo do ishte ëndër fare. Asistenti i Megit, po. Ti thoshte ky për shembull për 6 muaj do punoj falas, mjafton të punoj me ty. Do e bënim. Sa punsoja. Për 6 muaj dalë lyp, nuk ka buk fare, nuk ka problem, thjesht mjafton ti. Pikërisht justifikoj bën sens. Nuk është. Jo, edhe kuruam bashkë një paragraf. Ne do bënim çdo gjë, thjesht të punonim me Megin. Ti jemi aty të bënim diçka. Edhe kuruam bashkë një paragraf super të gjatë, edhe të lezetshëm, kështu me emoji, me pika, me presë kështu. Çdo gjë, çdo shkronjë kemi menduar. Kur vjen Abi, më thot mua ditën e nesme më çon një voice edhe vërtet më ktheu përgjigje Megi edhe që aty atëre pastaj ka lënë Megi takim me Abdun që ka takim fillim, pastaj Abduja i tha po sikur të vi dhe me një shok ta bëjmë të njëjtin takim bashk për mua domethënë. Po. Edhe kështu ne i takuam të gjithë, domethënë producentët që është Neda me Megin,
gazetarët. Po, dhe pjesën tjetër të stafit, Po, nuk pjesën është tjetër se të ka stafit shumë shumë njerëz të mirë edhe pavarësisht dyshimesh tona që kishim se obviously 19-18 Po, ishte gjë e re, më përputhen. bëri zeshëm të futem në diçka që ne nuk e dinim çfarë do bënte, ç'është kjo, se unë nuk e kisha parë. Se kishe ndjekur ndonjëherë më para? Se njihja fare programin. Po ti çfarë ide kishe para përputhen? Unë e dija përputhenin edhe prandaj kisha dyshime sepse unë mendoja që ishte shumë cringe, shumë corny, sidomos nga personat që vinin që nga gozat e çunat, domethënë 35 vjeçar që nuk dinin të silleshin tamam si njerëz, që në fillim si njerëz, lere pastaj burra është komplet tjetër. Po që si njerëz edhe thjesht më duk shumë Po shiko se në parën përderisa janë 35 vjeç dhe po kërkojnë lidhje të dashurisë, ka diçka që nuk shkon, kështu që nuk është se është habi shumë e madhe, edhe te struktura e formatit, kështu që bën sens. Po mirë, po tani shije vetë, duket më cringe? Jo, nuk është tani. Tash që i njoh njerëzit në backstage edhe që i njoh që kanë çik ndryshim në lidhje me Ka ca veta që janë corny. Po, ka Nga ato që janë shiko, ato fytyra publike janë, kështu që ne mund të themi me emra. Unë i pari në listë Ibrahimi është ka një lloj qasje që nuk shkon fare, nuk e di se si arrin ai që ti marrë ato që ka marrë karrierën e vet edhe që ta marrë vëmendjen ashtu, po ai qasja e Ibrahimit për mua është shumë e gabuar. Shumë e gabuar. Është nuk është sjellja ajo. Domethënë ti e ke fjalën vetëm për gjën që ndodh në front stage, pra përpara që xhirot apo edhe për pjesën të pas. Jo, edhe pas, edhe Merna, edhe pas. Sepse unë kam parë përputhen te Ibrahimi, nuk është se kam kriju ndonjë simpati, po as domethënë nuk është se kam një opinion. Jo, e ka thënë edhe ku është domethënë kjo pjesa që ta kuptoj edhe më qartë. Janë disa gjëra, për shembull, e ke parasysh kur dikur thot diçka cringe edhe bie qetësia pastaj. Po. Edhe fillon edhe Ibrahimi, bravo. Thjesht ai ka fatin që nuk ja lë njëri qetësin. Se po të flasë ai edhe të rri qetësia gjithë bëhen me kokra, i bëhet mishi me kokra nga cringe, bravo. Po të ndodhi, po thjesht ai e ka fatin që nuk i ndodhe, prandaj them që nuk e di se si e ka atë fat që. Dhe thjesht reagon dikur sa për thyer akullin, thjesht nga episodi i parë që kur foli ai në fillim fare ishte corny, ai tha nuk e di diçka për Panterën. Panterën, un jam Luani e ha Panterën. Çadere, domethënë Luani e ha Panterën. Po ai nuk e thon. Po pra se tash nuk kalon për shtypje, po ka qenë. Edhe kështu e kemi nisë në opinionin për Ibrahimin, domethënë, që e kapëm që fillim që është super corny këtë. Po ky komplet e kundërta Ibrahimit, domethënë një djalë ose një vajzë që ju thoni që prit se këto vlen kush mund tjetë. Kesi ka qenë duket si njeriu më i mirë aty me ne nga gjithë ato një ka qenë nga kështu. Ai mua më ndihmonte edhe me për shembull kur dua të flas, po nuk, do të thënë un kam çik vështirësi aty në studio se nuk e nxjerr dot fjalën në shqip, duhet të po. Edhe më ndihmonte Kesi, më thoshte ç'a duhet thoja. Ndonjëherë më jepte ide, a kupton që të më ndihmoj aty ishte ai, ishte ai thonë kisha. Ishte pak a shumë kështu vllai i madh, por jo në përputhje. Edhe ne ishim si vëllezër të vogël për atë. Edhe unë madje unë në fillim isha xhelos për Kesin, nuk e kisha qejf, se ai e kishte një lloj aftësie që sa herë që fliste dëgjoj. Edhe nëse flet Abi, them edhe filloi unë nëse unë jam Kesi dhe flet Abi, flas unë si për ti edhe pushonte Abi, edhe dëgjohesha unë. E kishte këtë aftësi dhe unë isha xhelos. Edhe në fillim nuk e pëlqeja, po pastaj kur e mora vesh që shikoj se ky e ka talent, domethënë këtë gjë mund ta bëj dhe ka talent. Unë jam xhelos në këtë rast se unë nuk bëj dot atë që bën ai, por ta pëlqeja. Gjithë kanë thënë që ky nuk të lën me fol. Po jo, e ka gabim. Ai e ka aftësinë që të marrë kontate për fol. Po, që flet bukur edhe të rrjedh. Po, unë kam vënë edhe diçka te ky sezon i përputhen që janë fut një person duket është ai djali që bën TikTok, ai Arnoldi. Nuk e mbaj më Arnold ose Amarildo dhe zëhet nga troja ime. Po që për shembull në këtë rast, për shembull ky që është personazh TikToku. Domethënë më duhet se u thjesht ka për vëmendje, domethënë për famë, për klikim ose situata me atë Katerinën që i tha familjarët e mi nuk të duan se ti je bushtër. Domethënë ju që jeni më nga brenda kësaj gjë, pa ju bishur njëve me gjëra që mund të mos thoni. Jo. Basically Arnoldi ka qenë, domethënë, le të themi një personazh para se të futet te përputhen. Një lloj imazhi kishte krijuar për veten që ishte ai tipi funny, ai gallate, ai karagjoz, e ke parasysh? Edhe atë e kishte ai. Funny ha diskutim. Domethënë ajo është e debatueshme, po ashtu e kishte, domethënë, le të themi në rezume. Edhe arsyeja që domethënë ai duket kështu sikur ka ardhur për vëmendje sepse përputheni nuk mund ta sjellësh të njëjtën gjë, si puna jon për shembull. Domethënë edhe ti bësh dhe seriozin edhe karagjozin në të njëjtën kohë. Nuk mund të jesh ai personi që ti dëgjohet opinioni edhe të flasësh për shkak si flet Kesi, po nga një anë ti bën mimika. E ke parasysh se nuk është përplasën edhe nuk është ajo gjëja që duhet nuk është natyrshme pastaj. Edhe pastaj kur nuk i bën dot të dyja, se pastaj ai si bën dot të dyja, nuk bën dot as seriozin edhe ti dëgjohet opinioni, nuk bën dot as karagjozin. Edhe kur ligjen mes me vesh të çfarë. Po mirë, e lëm Armand
Arnoldin, o zoti i madh. Arnoldin e mësova. Tani jam 6 goca në përputhen. Po. Tani është Aleksandra, Stelina, Marsiela, Katerina, Pranvera dhe Ina. I di emrat po i lexova që mos bëj gabime si kjo. Tani, mund të merrni pa kohën tuaj ta mendoni këtë, se dua direkt fare, po më rëndisni këto gocat, këto emrat nga më e shumtuara te më e bukura. Apo është më dramatike, prit, nga më e bukura. Po pra, se është më dramatike ta lëmë më të shëmtuar. Po bravo, është më vërtet. Në perspektivën tuaj sa si goca është të shëmtuar, jeni që të gjitha të bukura. Mos na vrisni. Sipas tipit ton, sipas tipit ton. Nuk është ofenduese nëse themi ne për shembull për mua është kjo më shumë atraktive se sa. Ore po për sytë juaj po ju pyet, se tani kush ju duket juve e shëmtuar, i duket tjetrës shumë e bukur dhe anasjell. Se nuk është që nuk e kemi bërë këtë babet, e kemi bërë 100 herë. Po pra të mbandaj ju pyet. E kemi majtë gjues. Okej, shkurtimisht, gocat e përputhen nga më e bukurat e më shumtuara. Do them unë një, do thot pastaj Heliusi një derisa shkojnë te fundi. Se i keni njësoj perspektivën. Po. Kam ndryshme. Kjo është më që kemi bërë me vazhdojmë. Nisni time të parën. Tani son me të parën. Okej. E para duhet të jetë Ina. Që është më e bukura. Po. Ajo është. Ashtu. E dyta është Stelina. Pastaj prit mendoj çik. E di përgjigjen thjesht Marsiela. Po pse unë prisa që ti të thoja Aleksandrën parën që ke bërë nise, vazhdoni. Mund të jetë ose shive, te vendi i tretë mund të jetë ose Marsiela ose Aleksandra, po hajde se vendosim, mund të vendosim edhe Aleksandrën vend tret. Tash ndaj, Aleksandra vend tret, Aleksandra vend tret. Okej. Aleksandra vend tret, Marsiela vend 4, Katerina vend 5 edhe Pranvera vend 6. Pranvera vend 6 pse e 6 Pranvera? Apo nga ju shumë pak si grup? Për shihet e mia nuk ashtu. Nuk dua që ta ofendoj sepse janë të gjitha shumë goca. Ne nuk po them që janë shumëtuara, thjesht ne nuk është tipi jon, a kupton? Po mirë, kush është tipi juaj? Domethënë që shkon me çfarë kuptojmë për te pamjes estetike. Se në pamje estetike që të gjitha janë shumë të lezetshme. Pak të me thënë realitetin. Domethënë, çfarë është tipi? Këtë secili individual, se besoj se tipin e keni. Jo. Ka limite deri ku shkon. Kush është tipi juaj? Mund ta kapni të pamja estetike të përshkrimet, kështu po edhe gjëra të tjera që juve e bën një girl thoni që prima se kjo është my type ose unë dua shumë këtë etj. Unë po e krahasova tipin tim, do them një Jo. Jo, do them një që nuk e di një tip, po quhet Sadie McKenna, është e famshme, po është kështu shumë nish, domethënë. Po dhe kjo bën shumë duke siç bën. TikTok që bën, bën TikTok, bën Instagram, del streams. Po pra stream. Po mirë, përshkruaje pak për njerëzit që nuk e din kush është Sadie McKenna, përshkruaje. Është ta them shumë me pamje si dush ti thuaj është tipi jot, nuk e di. Okej. Është brunet, ka highlights, domethënë blond, është skinny, domethënë. Brune me fije, e dobët. Po. Vazhdojmë. E dobët, kash mund të them, unë mund të them edhe për gjatësinë. Për mu, do doja shumë një gocë që është 1.70, 1.65, do më thënë nga goca që jam më të gjata, unë për vete jam i gjatë, nuk do doja një gocë shumë shkurtër. Mendon se je i gjatë? Jo, jam i gjatë. Pa të se diti, vazhdo. Pastaj po si se disa i gjatë je? 1.93. Po si s'është i gjatë, se le nuk është 1.93. Jam 1.93. Me këpuc. Jepi. Pastaj pra brune me fije. E gjatë 1.70. Me përshkrimin e durve kuptum që duhet të ketë forma të bukura. Edhe e dobët. Kaq. Okej, po ti. Edhe syze. Syze. Pse? Po thjesht më pëlqen. Po pamja Kalifa që qeni vogël ndoshta. O. Apo s'është edhe nga ajo anë botës edhe jeni patriot në vetvete, kështu që. Atëherë, un jam më shumë i tërhequr ndaj vajzave të shkurta, flokë të zeza, jo shumë të gjata. Edhe dua edhe unë që të jetë pak me forma. Nuk ka nevojë që të jetë shumë skinny, thjesht të ketë elegancën e tyre. Po nëse ka për shembull ku ta diun tul. Apo thjesht nuk hyn preferenca juaja. Për mua më shumë është silueta se sa është ka tul apo ka kocka, ke parasysh? Nuk e di a jam i qartë. Po silueta. Për shembull nëse duket format. Bravo. Nëse ka dritën mbrapa dhe ti she vetëm hijen asaj. Ti do të ketë hire femërore, që ta thënë më shqip. Edhe do të thënë kështu dua një gocë që mua më ka qef. Do të thënë që më do mua për mua, se zakonisht çunat kanë qenë edhe. Po flasim për estetik, po flasim jo, nuk tham vetëm estetik, ai tha edhe. Okej, vazhdo. Ti thash të dyja, ti je çik pezull. Po, një gocë serioze që nuk ka atë mendjen që të shkoj si të shkoj. Të shkoj si të shkoj është qasje e gabuar, se nëse ti thua të shkoj si të shkoj, i bie që ti je hapur që të ndaheni në moment që ka një problem, edhe nëse ti ndahesh direkt sa ka një problem, ajo është. Po mirë, ti që tani që je 18 vjeç nuk e konsideron thjesht një lidhje për tu kënaqur, to have fun, domethënë do commitment
të mirëfill, që nëse lidhesh, të jetë premisa për martesë, mund të mos ndodhë. Po, jo, e kuptoj. Po ti lidhesh me idenë që të jetë afatgjat, nuk është se lidhesh kot për të tallur ose për të kënaqur. Pikërisht, unë lidhem me idenë që unë lidhem me një person që unë e kam qef. Edhe që le të themi e dua, se do të thënë e dua, e ke parasysh e kam qef. Edhe unë e flej mendjen. Jam person që mund ta flej mendjen, unë them për shembull që, okay, këtë gocën e kam shumë qef. Por rri me këtë ditë për ditë edhe nuk do të rri me një person tjetër për çfarë arsye, do ta trajtoj unë këtë si thjesht një gjë temporary, thjesht të përkohshme. Kur unë tani po kënaqem edhe mund të kënaqem për gjithë jetën time. Tash nëse ndodh diçka edhe nuk ndajmë, nuk është se mërzitem, është thjesht kjo është qasja ime në lidhje me lidhjet që nëse e merr të përkohshme, atëherë është që ti e prish. Është që nuk funksionon për ty në Bravo, rastin tënd, ti bravo. do diçka që të jetë përmes afaqja, pastaj dali ç'a dali. Bravo. Tani ti përpos hireve fizike që i përshkrove, po. nga ana sentimentale, kena një gjë interesante? Po, unë nuk, do me thënë, I like girls që din të mbajnë veten. Edhe shkojnë në palestër, se unë për vete shkojnë në palestër, nuk le asnjë ditë. Për ditë shkon? 6 herë në javë. Super. Kash mund të them edhe gjithë ato që i thanë. Herë femërore, gjitha. Thjesht ato që i thanë Hyzi nuk i shtoi dot. Bashkoni me mendimin tani. Okej. Bashkoni me mendimin e parafolsit me mendimin e Heliusit. Ju tani jeni kështu shok të ngushtë, pra nuk është se jeni thjesht shok personazhe për sociale, jeni vërtet. Dhe që ka lind para përputhen. Po mirë, ju në përputhen tani jeni si një konkurrent i vetëm. Pra pak ashtu një skem që ka ndodhur me formatin e Big Brotherit që futen dy shok që janë bashkë. Bajmë siç u fut Efi me Mikelën. Bravo. Ose Dagzi me Piemin. Po tani për shembull, juve nëse keni qef një vajzë dhe keni të dy qef. Po marr shembull Aleksandrën, ti ke bërë një takim, ti si ke nëse mund të jetë kushdo. Kushdo fitonte, domethënë si të zhvilloj takimi, si të bëhej. Ne kishim në fillim fare që zgjidhjen e ka goca. Po. Ne nuk mund. Kjo ndodh gjithmonë, ë? Ore, unë këtë e di, po supozojmë që gjatë kohës ju krijuat ndjenjë për një gocë në përputhjen, të dy. Kush do lëroj kraun ose kush do fitonte, domethënë si do e zgjidhni, si do e ndani tokën në këtë lloj situate. Prapë, por nuk është se unë nuk mendoj fare vetë ne dy të zihemi për atë gocën që jo Elius dil nga unë dua që ti dolesh fare nga programi, unë jam aty, dua unë atë çaj e ti kështu. Nuk mendoj fare të zihemi për atë gocën, se në fund fare pa ajo goca zgjodhi mua para Eliusit, unë nuk do mërzitesh kur. Edhe Abi nuk do të bëj. Edhe mund të mërzitet se mund të ketë edhe ky ndjenja. Por ai moralisht duhet ta uli veten. Kaç mbaroi radha ime, nuk mund të them gjë. Kjo goca zgjodhi Abin, unë s'kam ç'a të them. Është mbaroi turnim. Nuk është se ka kështu. Këto kuptimin e kemi ne. Po, jo nëse këtë gjë ti më ta thuash atë në teori tani për momentin që nuk ka ndodhur kjo situata, po mos supozojmë që e do. Domethënë thjesht lironi krahun me pak fjalë, nuk ka luftë, nuk ka shë. Edhe gjëra të këtij tipi. Edhe në real life kjo lidhërisht edhe në real life. Mund të ndodhi kjo gjëja, mund të ndodhi. Po mirë, ne folëm pak më parë për pjesën që ju e diet pak si gjë që ishte paragjykim. Për pjesën e moshës tuaj kur integruat brenda përputhjeve. Po. A ju ka bezdis? Shumë kjo gjëja? Shumë na ka bezdis. Ma elaboroni pak. Kur ato në çdo mohabet që ne futemi, edhe në përputhje, po themi për kontestës, edhe në përputhjen, edhe jashtë përputhjen në TikTok, në Instagram, që na flasen, as jeni juve shumë të vegjël për atë emision? Këta se nuk janë për përputhje, çfarë janë këta kalamajt, e ke parasysh? 18 vjeç përputhjen, çfarë duke bërë këta këtu? Po pse, a nuk lejohet për një 18 vjeçar ose 19 vjeçar të bëj date për shembull në emision? Fix. A nuk mund të kënaqet një 18 vjeçar në emision, edhe mund të gjej atë gocën që po i kërkon ai të emisioni, ku janë, ç'a duhet flasin ato, ç'a opinioni kanë që ky 19 vjeçar nuk lejohet te ky emisioni ose 18 vjeçar. Unë mendoj se edhe mund të përputhet një 16 vjeçar, po of course nuk lejohet ajo të përputhet, është 18. Po mirë, se 16 je akoma s'kap ligji. 18 kandido për deputet, jo për gjetë të dashur. 16 me 16, 17, prap mund të përputhen ato, ka shumë veta që unë i njoh që janë lidhur çat herë, akoma janë të lidhur bashkë. Edhe kanë histori dashurie më të mirë se sa gjithë 35 vjeçarët e 40 vjeçarët edhe. Po gocat që janë aty përputhen për shembull. Se un kam vënë re pa dashur t'ju ofendojnë në një farë forme. Nuk është se ju kanë parë gjithmonë si opsion të parë. Për shembull, dhe Aleksandra që bëre takimin, herën e parë refuzoi kërcimin. Pastaj ju i shkuat te shtëpia, skema me motorrisin etj etj, u investuat. A ju vret kjo gjë? A do të them një realitet o Revis? Shiko, unë ndoshta mund të jem ignoranti më i madh në botë, po të paktën ky është një fakti se si e shoh unë botën. Janë gocat që duan një çun serioz. Ke parasysh, duan një çun stabil që zakonisht mosha nuk ta jep, zakonisht. Se ka edhe njerëz që janë stabil që 18 vjeç dalin nga shtëpia dhe kështu.
duan një çun serioz, një gjë stabil edhe nuk është se shohin moshën e vogël. Por nëse ke vënë re, gjithë martesat dhe gjitha lidhjet ku janë për shembull me një çun që e ka gjoksin jashtë, ke parasysh, me varsen me Perfloriri, me makinën e shtrenjtë, ai që nuk flet asnjëherë, bad boy, gango, seriozin, e ke parasysh, 95% i tradhtojnë. Se çfarë do t'i ofrosh më shumë se sa stabilitet një vajze që në radh të parë ti e ke shoqe, pastaj e ke shoqe të ngushtë, e ke një partner që ti do harxhosh ditën me atë. Më thënë tjetë kjo skema kështu friends to lovers. Jo, unë jam te skema që ti jeta jote nuk është vetëm ti ofrosh shtëpinë të dashurës. Ti ofrosh shtëpinë edhe ti ofrosh dikë për shkak që ti japi lekë. Edhe kështu, edhe një person që ajo të thjesht të bëj foto të dukesh ti si trup madh kështu. Nëse nuk e bën dot një shaka, një gallat, nëse ti nuk je romantik, nëse ti nuk je, nëse ti s'ke krimi, nuk futet fare mosha. Po, është gjë që nuk e shtir dot, nuk e blen. Pra në këtë lloj sensi ju mendoni që thjesht paragjykoni nga mosha. Paragjykojmë nga mosha. Jo se ju nuk mund të ofroni këtë gjë tjetër që vajzat e kërkojnë, pra që ju mund të ofroni shumë mirë, por se marrin parasysh prej moshës. Unë mendoj se shumë vetë edhe të rriturit mbi vlerësohen se ata thjesht me numrin që kanë te karta e identitetit te aty ku thot mosha, thjesht me atë numër i thonë që okay, ky është kaq edhe ofron këtë. Në fakt nuk e ofron asnjëri. Është shumë pak persona në botë ofrojnë të gjitha gocat, të gjitha gjërat çfarë duan gocat. Jo të rriturit. Ky është për shembull, ky është 30 vjeç, ky është 20 vjeç. 100% pastaj mendojnë gocat që ky 30 vjeç është më shumë më çur se sa ky 20 vjeçar. Por jo, nuk do të thënë kjo se mund të jetë 20 vjeçari nuk do të thënë fare se sa 30 vjeçar ose 40 vjeçari që ke taku. Jo, normal, po fakti që jeni në përputhje dhe gocat janë më të mëdha, është, domethënë edhe një shije që shkon për te formulës së programacionit, ju i keni shef gocat më të mëdha në mosha po? Po, unë kam shef. Unë nuk e shoh moshën si diçka, domethënë age is just a number. Po, age is just a number, mendoj unë. Mosha është thjesht një numër. Domethënë nuk të mund të jetë 30 vjeç. Po, mund të jetë edhe 30, 40, nuk kanë fare problem. Sugar mom. Nëse ne kemi këtë kimin edhe merremi vesh me njëri tjetrin, ajo merret vesh me mua, unë merr vesh me atë, nuk ka asnjë problem për moshën. Po. Po mirë, do të kishte ndonjë arsye për cilën ju mund ta lini të përputhen ose më saktë, nëse ju do gjeni të typin e kësaj vajzës, që përshkruat pak më sipër, do e gjeni në jetë reale. Erdhi kjo ju goditi, doli fix, siç e përshkruat ju, do lini të përputhen? Po. In a heartbeat do ta lejoj. Edhe unë po. Do thënë me respektin e gjithë produksionit, of course, do bëja go through gjithë punët, jo po do daljen kontratat. Do të thënë etapat që duhen, po. Do i kaloja etapat gjitha se nuk është se do e linim direkt kështu leje fare. Stafin e përpunimit kam shumë respekt për ato, për gjithë, edhe vetëm edhe për emisionin, janë shumë njerëz të mirë, nuk do ta lija domethënë në kuptimin me mirë kuptimin atyre. Po. Jo, edhe pse bëra këtë pyetje në fakt sepse unë ndoshta kam paragjykuar për këtë gjë, kur ju kam parë në fillim, unë më duk shumë gallat, shumë fan e gjitha këto me radhë, domethënë drejtën, mu bëj shefi. Unë kam pas ndjek shumë përputhen. Ishte e pavitueshme, domethënë edhe po mos ulesha nga televizor të dilte kudo. Por këto vitet e fundit nuk është se e kam parë me shumë rigorozitet, më tepër çam ndër rrjetet sociale dhe kur dolët ju thash ta sigurt që janë full të merren me rrjetet sociale gjatë tipi ose ku ta diun se çfarë tip për shembull që bëj edhe stream, thash janë full për këtë pjesën për të rrit imazhin. Edhe duhet kuptoja nga kjo që jeni full vërtet për dashurinë apo se për shembull bën sens, pra ju nëse ti gjeni këtë vajzën që doni jashtë, do e lini të përputhen, që të kuptosh. Po bën sens për gjithë, jo vetëm për na. Po, që të kuptosh se si s'keni fut vetëm për famën, se po thonë s'do ta lija, ishte dorë me një që jeni fut për famën dhe nuk është se ju plas shumë pjesa tjetër. Që dhe në vetë jemi shumë të ristimosh me ju, jam mos besi plak i moshës. Po. Më habit që e shikoni kaq seriozisht, domethënë kaq shumë. Bravo, edhe inshallah i gjeni me gjithë parametrat që doni, po kaq keq është bërë për goca një jetë reale që shkuat në përputhen, domethënë për të gjetë këto parametrat që ju kërkoni. Po, shumë vetë jemi në inflation tani, jemi në inflation. Inflacion për goca. Po. Dashuria te përputhen ishte gjëja e fundit që ne e morëm parasysh kur bëm takimin me gocat edhe kur morën vendimin a do futeshim apo jo. Ishte literalisht gjëja e fundit, sepse e dinim shumë mirë që shanset ishin super afër me zero. Shumë të ulta. Super afër me zero. Por ishim mendje hapur që thoshim po të ndodhte, super okay. Do ishim okay, nuk do kishte ndonjë problem. Po të ndodhte. Ka ndonjë vajzë tani që ju e shikoni potenciale që mund të ndodhë diçka më tepër. Jo. Unë mendoj tani nuk ka. Jo, nuk ka. Por flas për më vetë. Fare zero. Nuk ka. So mendoj që me Katerinën, njëri për ju do ishte një çift shumë i lezetshëm. Abi për shembull që po çdo 3 reelsa me Katerinën, e po gjunaf se shumë e bullizonit shkretën. Unë qesh. Jo, shifa. Po duket sikur e bullizoni. Jo, ne nuk është se themi gjë për atë, ne nuk e shajm asnjë gjë, ne kemi shumë respekt për Katerinën. Edhe aty bëjmë çik shaka në lidhje me gjërat që thot, a kupton? Po si person bëjmë shaka me gjërat që thot se ajo e thot vetë për
për ajo lëm veten e vet në atë pozicion që të bëjnë njerëzit që ka me Që atë. të bëhet meme thua. Po, që të bëhet meme. Siç kemi bërë ne me veten tonë. Se edhe ne pra atë kemi vajtë. Edhe ne kemi hedh veten tonë meme më shumë se sa ato. Literisht ne kemi bërë veten tonë meme, s'na kanë bërë as tjerët. Na kanë bërë të tjerët, po ne të parët e kemi bërë vetë meme. Edhe Më iniciuat vetë ju dhe pastaj tani kanë filluar që e bën edhe të tjerë me çka kanë parë. Po, edhe mund të jetë kështu pa dashje jemi bërë meme, domethënë kur ishim neve aty në studio të episodit i parë që thotë ky ne jemi ardhur. Po, e kam parë. Ose kur ngec ky në gjuhën e vet që nuk më zi flet gjuhën e vet. Ishte cringe. Nuk e di e them me qëllim apo të doli rastisht. Jo, nuk e di se çfarë më polli mendja që e thash atë. Po thjesht Për doli. zotin, jo. Thjesht kur e pam, thash, "Oh, po ç'a tha ky?" Ça tha ky? Nëse e shkruar e harruar. Okej, për Megin unë një pyeta pak fillim se do ju pyesja që është Megi aq e mirë edhe live sa është gjithandej, po e kuptova që është. Që s'po justifikoj me të edhe po të bëj Megi gabim, Megi ti falet. Po, Megi realisht i falet. Dhe mund të jem siç Abit. Po opinionistët. Domethënë kë keni ju nga ato janë dy, polici mirë, polici keq ose. Po, janë gjithmonë good cop bad cop ato, gjithmonë. Gjithmonë e luajnë. Si e keni ju raportin me Aulonën dhe me Laertin? I veti. Ata janë shumë njerëz të mirë. Dallohet shumë qartë që roli që kanë aty, që janë ata që duhet të bëjnë good cop bad cop, bëjnë ngacmimin, bëjnë provokimin, dallohet shumë qartë që për atë janë aty. Por janë shumë njerëz të mirë edhe me Aulonën me Laertin kemi bërë biseda shumë të bukura ato literisht na trajtojnë ne sikur ti jemi domethënë koleg me ato. Aq shumë me respekt, jo, shumë me respekt. Jo. Aulonën e kemi shumë qef, unë e kam inspirim Aulonën se ajo merret me palestër, është shumë domethënë aktive në lidhje me sportin edhe unë për zotin e kam si inspirim. Unë dua të bëhem si ajo kur të rritem. Si Aulona. Si Aulona, po. Po ka metoda kirurgjikale që mund të lumstrohesh, që mund t'i marrësh parasysh. Edhe patjetër mund të bësh një ditë si Aulona, shumë herë më bukur se Aulona ndoshta, po nuk ta sugjeroj se më duket shumë e vjetër. E kisha më shumë në faktin që ajo ka disiplinë, domethënë ajo është domethënë është e rritur edhe domethënë gjithë ato vite me palestër. Mendoj. Po mirë, ka ndonjë këshill kështu për shembull në fillim ose gjatë rrugës që e keni gjithmonë mendje, dhe nëse mund ta di cila është. Aulona më ka thënë një herë mua që shiko ajo që ti ke sjell këtu, më ka thënë një herë në backstage, ajo që ti ke sjell këtu është një gjë shumë e bukur tha. Mos u mundo që ti të bësh të përshtatesh me njerëzit që trajtojnë me të rriturit e kemi me mënyrën si flasin sepse për një arsye ose tjetrën ti je këtu edhe prandaj ke ardhur që ti japësh veten tënde dhe më tha që mos basically më tha mos ndryshoj. E di që kjo mos ndryshoj është klishe, por kur të vjen nga një person që shikon në situatën që je ti bën sens. Po. Për të dy jo, po për ty ka qenë e njëjta apo diçka tjetër? Ne dyve më shumë Megi gjithmonë na komplimenton, gjithmonë na thot bëhet shumë mirë keni, bëhet shumë mirë kompliment, na komplimenton shumë mirë, na thot ishi shumë mirë sot për shembull mbas xhirimit. Ajo më shumë edhe na ndihmon, shumë herë na ndihmon që okay, juve dy duhet mendoni më shumë kështu, duhet bëni më shumë kështu, duhet flasni më shumë. Se ne në fillim kishim turp të flisnim në studio, janë gjithë këto kamera gjithë kështu. Pastaj morim atë motivimin nga gjithë ato që na folën se jemi edhe aty me të veshit, ishim, e kuptoj, hera e parë. Pastaj na dhan motivimin ato edhe thjesht, okay, hajde ndodhi që ndodhi e thjesht vazhdon. Po e them atë që mendoj. Po dhe më thënë drejtën dhe më shumë këto njerëz që thjesht e marrin kështu lisho fare hecin. Po jo, me vërtet, domethënë unë realisht përputhen këtë vit, ora ndoshta jam brez dhe me ju dhe prandaj e them këtë. Nëse e lidh me një figurë ose një gjë të veçantë që ka përputhen, jeni pikërisht ju dy dhe nuk e them thjesht se erdhën në podcast, por shumë interesante kjo pjesa moshës. Unë për shembull po ti isha, atë kishte ardhur ftesa, gjitha nuk të isha fut. S'do e kisha konsideru fare, do ishte jo e menjëhershme. Dhe pastaj kur ju shoh juve më pëlqen. Ne nuk e menduam fare. Ne nuk e menduam fare. Po unë do kisha menduar shumë gjatë, do kisha bë overthink jo po çfarë do ndodhi, jo më mbrapa, jo po tjerë etj. Dhe fund do kisha thënë jo për përputhen. Që edhe e kam ndjek, edhe e kam parë dhe e di që është shumë viral. Kurse e kishim neve çik këtë. E kishim neve çik këtë që çfarë do ndodhi, okay, çfarë do bëjmë, çfarë mund të ndodhi, po të na thonë bëj kështu bën atë, jo, po nuk kishte fare kështu më bën. Po mirë, keni një plan ju se çfarë doni të bëni pas përputhen ose për çfarë doni ta shfrytëzoni përputhen? Unë mendoj se siç tham, edhe mund të gjej unë mund të përputhem aty. Po erdhi ajo goca që unë. Jo, e kam fjalën për te kësaj. Kur të marrë përputhen. Unë do vazhdoj me streaming karrierë, domethënë. Duke vazhdo karrierën time në streaming në Twitch. A është i monetizuar Twitch-in në Shqipëri, mund të fitosh lekë? Po është. Po unë se kam monetizuar akoma, po është, po. Po monetizoj pra se edhe përputhen. Po ti heqës sa? Atëre, unë e di që jam pak ndryshe nga fusha ku studioj edhe që do kem profesionin, por mua më pëlqen fakti që të kisha një, le të themi një emision timin, në një podcast timin për shembull te Top Channel ose edhe për shembull të komentoja përputhenin
Na kanë dhënë neve si ide, na thonë që domethënë kjo është një gjë shumë e bukur që mund ta bënim, of course nuk na Ne kanë bëjmë, premtuar. to be honest, ne bëjmë daily on stream. Po, ne bëjmë për komentin edhe gjitha shakat, gjitha batutat, edhe ato insightin e personave që janë aty e bëjmë edhe kështu që Po. Top Cherry për shembull një të premte nuk do ta kishte të keq për shembull një le të themi një orë Si stonin lloj- për shembull mbas përputhen. Si lloj video YouTube. Pak fare tash kemi. Shiko, domethënë, po. Thjesht se ti the këtë pjesë që është ndryshe larg profilit, nuk është se kanë si televizioni po e bëre mirë dhe shumica e prezantuesve që janë nuk është se janë mbaruar për gazetari ose gjërat e po, këtij e tipi. vërtet. Po që jo, shumë lezetshëm në fakt. Kështu që shumë suksesi, inshallah marrësh dhe ti emisionin tënd. Pastaj edhe një gjë që unë doja të nxjerr jashtë, se ne bëm muhabet jashtë, po doja ta cilësoj më tepër, Po. që të dy, po kryesisht Abi është shumë humble. Domethënë Abi momentalisht është në përputhen, është me këmbë në tokë. Po, me që këmbë mos në të tokë, flasim po. shumë Modest, anglisht. modest. Po, se influencova nga ata dy që flasin shumë anglisht, po më vjen natyrshëm tani. Brez koti, jemi kronikisht online. Dhe pa fjalë, shumë e këmbë tokë. Domethënë ai është në përputhje momentalisht dhe punon te Volti. Po, te Volti. Delivery pra shpërndarës për ushqime dhe nuk e ka problem fare. Domethënë, e para puna nuk është turp. Jo, Bravo puna të nuk qoftë. është turp. Po në Puna është përgjithësi, duke e njohur shumë mirë brezin tim dhe shoqërinë time, ndoshta dhe veten, nuk është se po tisha në përputhje, si format televiziv nuk mendoj mendja se do ishte gjithandej që këto të rinë që është përputhjen do Po, punonte nuk- delivery. po, pra. Se ti dukte ulje, ndërkohë që nuk është fare, ato se është punë dhe ty bravo të qoftë për këtë pjesën. Edhe kjo ishte super. Ato njohin njerëz që kur bën shpërndarje me ushqime. Po, duke dhënë biçikletës në rrugë më flasin më bërtitë abi. Ose kur futem në restorante për të bërë pick-up orders kur futem aty më flasin gjithmonë. Po nuk është se kam pas ndonjë bad interaction me njërin, domethënë ose me Nuk është se ka ardhur dikush që ka thënë një fjalë shëmtuar ose ndonjë gjë të keqe. Edhe ne nuk mendojmë se kemi lënë një gjë të keqe. Keni lënë nam të mirë, kështu që është Po la ka okay. pas për ne, po jo për tjerë. se Ka pas tjerët persona shkojnë se. që na kanë bërë approach edhe ata kanë menduar që kanë bërë një shaka fani, për shembull kanë përmendur ne jemi ardhmja ose kanë thënë diçka që ka thënë Abduja. Po nëse ti vjen e thua për shembull a jeti Elios nga përputhen, a jeti Abi nga Elios nga përputhen, edhe themi ne që po jemi, edhe thon për shembull një kompliment ose diçka që okej, shife se kush e pëlqen më shumë atje, do ishte më se më mirë. Po kur vjen për shembull edhe thjesht thua për shembull ne jemi ardhmja, edhe qesh edhe ikën, ajo është le të themi le një bad taste, le një shihet Po, të keqe. nuk e them, Po nuk është se na nuk e mendoj. Po normalisht tash të interesohesh dhe për aq punë e madhe, po kështu ka ndryshuar domethënë ky interaction i njerëzve pas përputhen, domethënë ju njohin, ju evidentojnë gjithandej. Po, Ti je shkollë policie, po. besoj format më serioz, Po, ne jemi dhe super kështu të available domethënë. Neve jemi në blog për shembull 4 herë në javë, 5 herë në javë jemi në blog edhe. Pa ju bezdis kur vin t'ju flasin kështu? Jo, ne unë kam me qef kur na shohin edhe na flasin. Kam super qef. Nëse janë respectful, literalisht ne na bëhet qefi, na bëhet dita. Se domethënë kush jemi ne që të vish ti thosh që ju kemi shumë qef ose shohim përputhen për ju. E ke parasysh? Na bëhet super shumë qefi. Se kemi po them ditën e parë që doli si emision që doli, pastaj ditën e parë që dolëm neve, o si ishim ishte nga vera, atëherë ishim kështu me mëngë shkurtra, se tani mund edhe të vendos hodhin që mos dukemi kështu. Po ishim me mëngë shkurtra, po them të gjithë na shihnin na bërtis ditët në rrugë sikur çaj ishte. Nuk mendoj se ne ishim kaq të famshëm ose na ljopi kaq shumë veta. Po ishte risi shumë e veçantë që mori domethënë vëmendje. Po kështu pedagogët ose mësuesit në shkollë kanë thënë. Ja, shoqëria. Sa kur do ishte që të thoje ti diçka në lidhje me seminarin ose me leksionin edhe të thon pastaj që po shoti nga përputhen. Ajo do ishte në fundi botës për zotin. Mirë, lënë përputhen me një anë tani dhe një pyetje që unë kisha nga jeta juaj personale, po që harrova ta bëja në fillim dhe shoqëria kujtova tani. Ju keni pasur marrëdhënie të tjera para përputhen? Po. Kam pas. Sa? Të gjithë mendojnë se është ato që kam thënë përputhen, unë kam thënë si muhabet aty në përputhen, po gjithë mendojnë se është joke ose e bëra vetë, e shpika vetë, po me vërtet kam pas një lidhje me 6-7 muaj. Edhe ti po 6-7 muaj ke thënë? Po 6-7 muaj ishte e fundit, domethënë që kam pasur unë. Po lidhja, domethënë kurse pyetë se sa keni pasur, marrëdhëniet e mia nuk I vendos dot të gjitha në të njëjtin nivel që them për shkak kam pas një marrëdhënie, 2, 3, 4, 5 marrëdhënie. Kam pasur disa talking stages, situata. Jo, ne kisha më tepër të lidhje serioze. Lidhje serioze vetëm. Nga që më thatë që ishit shumë kështu të përkushtuar dhe ha mensova, po s'është të thënë. Vetëm një. Ja, pra, jemi edhe të vegjël këto. 18 vjet, 19, ne tash mos presim shumë. Kam padur një rast me ca goca nga klasa që I kam pas në 9 vjeçare, që nuk e besonin që unë shkova te përputhen, domethënë.
sepse unë kur kam qenë në 9 vjeçare thjesht kisha frikë të flisa me goca, nuk Ishte isha një lame, tip- domethënë. Po pra, Ishte lame, nuk i isha një virgjër. tip që gjithmonë është me goca që okay, ky do shoh është lidhur ose kështu, kisha frikë, më bërgjishe, nuk e di, kisha një tip tjetër. Po të gjithë morë kanë, nuk është si je i vetëm. Nuk ka ndaj habi. Jo, po për thjesht tani më shohin të përputhën, ua, ky ka ndryshu, ky kështu, po ja, thjesht tani jam të përputhën edhe mendoj se kam bërë një gjë super çmendurise, Glow up, e ke nuk parasysh. po pra. Po. Kam ndryshu për të mirë, domethënë, nuk është se po them për të keq. Po jo thjesht nuk është se mendojnë keq për mua, atë shokët që kam pas ose shokët, edhe shokët tonë, asnjëherë. Po jo, po janë shumë lezetshëm, a supportive. kuptoj. Fakti që pjesa më e mirë e gjeneratës tonë vërtet e ka kuptuar, dhe pjesën që s'ka ndaj gjë të madhe, se vetë çka kam lexuar nëpër komente më duket sikur pjesa më e madhe që mund të komentojnë janë personat më të Primitivat, po. primitiv. Janë. Qëndron deri Nga mënyra se logjikojnë janë vërtet primitiv. Unë edhe kur e kam bërë muhabet me njerëz tjerë, nuk është se kam dëgjuar në një rast që të thotë diçka të keqe, ose s'u ka interesuar fare, ose thjesht kanë thënë, po E e di kam se parë, themi very neve- nice. Po. Nuk është se ka ndaj gjë. Këto kur jemi on stream me Eliusin, këto janë homo sapiena. Po, i Po homo primitiva. sapiens jemi të gjithë ne. Po jo, homo Në sapiens kuptimin që sapo sapo kanë Nuk kanë evoluar më tej. Nuk kanë evoluar, bravo. Okej. Se domethënë ata persona që flasin mirë janë ata personat që kanë që janë në 2025. që janë në 2025 një e parë dhe janë ato që bëjnë relate me ne, për shembull ai që mendon që ne jemi funny, e ke parasysh, ose të paktën ai që nuk gjykon kot pa asnjë arsye. Po, normal, po mirë, përgjithsisht me akante fake kot pa arsye gjykojnë, kështu që Pikërisht, po, madhe, me user zero followers, gjithëve. po, zero followers, kështu bëjnë gjithë, kështu bëjnë Ska gjithë. marketing keq sot. Nuk Vërtet. është problema e pjesë. Tani, ju keni ndonjë temë, një gjë kështu për zemër që doni ta flisni para se të kalonte pyetja fundit, në ai gjë që u ngeli me merak se i pyes gjithë për këtë. Që mos të dilni dhe thoni që pse harrova ta thoj atë. Keni ndonjë gjë për të kalonte pyetja Jo, fundit? unë do ta them për më shumë se si bëjmë neve stream, kështu se Ah, si okay, bëjmë, po, si vazhdojmë neve jetën, se unë domethënë nga dita ime që bëj on stream domethënë, jemi të paktën 5 orë aty nga dita, nga gjithë Që dita. bëni stream? Po, jemi Po si 5. të del kohë 3-4 edhe orë për stream, punën dhe po. për shkollën, flej gjumë darkë edhe për punën. Jo, kur nuk jam në stream, nuk jam. Kur jam në stream, nuk jam në punë. Ah, okay. Një nga ato dyja. Po pres Po çfarë koha loje është ajo që luan që më shumë? nuk është të luajmë lojra, më shumë Po. futemi për just sharing. Po. Thjesht flasim. Po se bëni me live në TikTok, do se do kishte më shumë audiencë. Twitch nuk ka shumë profil në Shqipëri. Po, në Shqipëri Po, nuk ka, dhe e unë në vërtet. fillim fare e nisa anglisht Twitch-in. Karrierën time në Twitch e kam nis anglisht më shumë, sepse mendova në Shqipëri nuk ka shanse. Edhe është e vërtet, nuk e njohin Është gjithë vërtet. Twitch-in Po. në Shqipëri, veç ato që Ore, njohin ato di të si emër, po famshme. nuk e përdor kush. Shumë pak e përdor. Po, po, po. E mendova për TikTok. Gjithë shokët tale hapën akauntin e ri vetëm për ne. E ke parasysh, Po, nuk e kishin po. përdorur kur asnjë. Ka ardhur shumë veta që vetë që kanë hap veç për ne. Po pra, po ideja është tu që ju nuk është se luan keni një lojë, për shembull siç mund të ketë pas bërë Swedi ose ai Kai në Amerikë Po, etj. po. Jo, përderisa flisni hapni live në TikTok se mund është e njëjta gjë E me një kuptoj. audiencë më të madhe. E kuptoj, po e bukur që mendojmë ne që ishte në lidhje me Twitch-in është që është gjë e paparë në Po, është gjë e re. Ka Unë Twitter sa shqiptar që janë më të madh se ne me following në Twitch edhe me viewersat, ka më të mëdhenj, po do të thënë ne duam t'i bashkojmë më shumë atyre se sa duam t'i bashkojmë për shembull Kozakut ose atyre që bëjnë Po. live në TikTok. E përse nëse ne bëjmë live këtu do lejmë telefonin këtu edhe S'dua t'i futem Do fare shumë. live në TikTok sepse ka një ide shumë të ndryshëm se ç'a bëj unë. po, është një Në platformë bashkë me edukatën dhe kulturën e live-it, komplet ndryshe. Komplet ndryshe. Unë Jo, dua t'jem nga një parët. gjë, po që thjesht fakti që nuk është se ka një audiencë shumë të Po, madhe. nga ana po. statistikave Jo, bën shumë po. sens. Unë Edhe duhet na kanë jam thënë nga- të gjithë bëni dhe stream në TikTok, në live në TikTok, Po. se tash stream, se aty ke më shumë, do marrësh më shumë viewers se s'bën, edhe ne kemi thënë që shiko se that's not the thing që duam të Nuk, bëjmë. po pra, nuk është se e shohim TikTokun si një gjë kështu. Ato që unë dua t'jem nga ato të parë që e sjellin Twitch në Shqipëri, domethënë. Dua A ka të tjerë momentalisht në Shqipëri për këtë? si kam parë më kanë dalë sa veta, po, por nuk Ka është se dhe i kam kosovar parë. për shembull, Po, ka kosovar, shqiptarë po. nga Kosova Po. që kanë kështu viewership shumë të madh në Twitch, edhe ata e kanë kështu full time job, e ke parasysh? Unë jo Po ata më duket e bëjnë dhe lidhjen me YouTube-in. Pra ti ndonjë gjë që bëjnë në stream e bëjnë ka rrethë në YouTube. Po. Kështu që këtë bëheni, se po më vini ide Unë ndërkohë që flisni. kam një video vetëm në YouTube Po edhe lidh pra më tepër se s'um gjë. Nuk dua të përmend si video se është një këngë për Hildën, e kam Po. bërë në stream. Ah, ue, pa harrova pyetjen. Dy pyetje kam në fund, okay. Dy pyetje, baroni se kam dy pyetje të fundit edhe e kam bërë live atë këngën, nuk di asnjë gjë në FL Studio, nuk di edhe prandaj Na doli kënga këngë super. apo nuk E di përmendesh, këndoj. Do them vetëm një bar, okay? Okej, Që një bar. Kjo është për Hildën. Po. Jo. Është për Jo, Mirë, jo. nuk është për Hildën. Po. Kënga është, po e gjove që këngën është, po ky bari nuk është për Hildën. Okej, mirë.
I feel it in my hole. Kjo është një bar kish. vetëm një fjali, ai Po jo, ti bëj një vers, komplet vers. Kaq është. Ato që gjejnë këngën do shoh. Shef Mihilda me çfarë versi të simbolizoi Abi. Ta kishte marrë mendja ndonjëherë. Zoti i madh, nëse lezetshëm. Tash i dy pyetjet e fundit, se unë nuk naqes sot me thënë drejtë kam qesh. Do më thoni e para ti me Hildën do e lije përputhen për Hildën? Jo. Po do ta varte Hilda? Jo. Unë mendoj se gjithë kam marr Unë qa bëj që të marrë vëmendjen Hildës, se i kam shkruajt në Instagram, kam shkruajt TikTok, kam shkruajt në email. Jo, më akte. Po Hilda ktheja. Jo, unë mendoj se e kam një sketch. Unë mendoj se qa po bëja unë atëherë, se unë e ka çukur nisa streaming, i kam shkruajt. Po qa po bëja unë atëherë ishte shumë gabim. E bëja shumë gabim, nuk është se e nisa mirë. Po tash sot më bërë më kish është bëre një TikTok për Summer Glow që ka ajo. Pia Hildës. Po, Pia Hildës. Edhe më hodhin story. Edhe jam e di sa më bërë notice. Po. Jam super me qef tani më bërë. Ndjesha unë proud për këtë. Hilda jepi një shans. Të lutem. Po ta thot publikisht Hilda. Të gjithë mendoj se unë për keq më bërë që okay, ky mendon kështu, ky do. Po jo më kush mendon për keq, është super gjë, është super fan, super tamam. Unë dua të bëj video me keq. Hildën, unë do të bëj content me Hildën, kaq. Ti është content. Se ti nuk e ke qef Hildën. Duhet bëj, jo, po nuk po shkhem aty, e kam shef si njeri. Unë mendoj se Hilda është content creator shumë i mirë shqiptar. Po mira, mendon që është. Ti mendoj që Hilda s'është e bukur? Jo, është e bukur, po. Po thjesht. Okej, se thjesht mirë. Mos e masakrojmë shkretin. Unë mendoj se do mësoj shumë gjëra nga content creationi, që ka experience-a vet. Unë mendoj është shumë content. Është pionere Hilda, themi drejtën. Është pionere. Është super pionere. E respektoj shumë për ato gjë që ka bërë. Tani në fund fare, qa iku keni ju te gocat? Mund ta thoni vetëm për gocat e përputhen ose gocën e tërësi iku më i madh që keni, edhe e mbyllim. Njerëz ndërkohë që këta mendojnë, ju mos harroni na bëni subscribe në YouTube, follow në Instagram, follow në TikTok, edhe follow në Facebook se kemi hapur edhe Facebook, mos ta harrojmë edhe Facebookun, edhe shihemi javën e ardhshme. Iku jot Helios? Atëherë iku im është kur bën të vështirën edhe bën sikur nuk të ka qef. Kur nuk e tregon që të ka qef. Ajo mund të të ketë edhe s'e tregon. Unë mund të them shumë i ka. Më kryesorin. Më kryesor, ja. Kur pinduan. Okej. Paçim!